Drejtoria Rajonale e Kulturës në Shkodër përmes faqes zyrtare në rrjetin social Facebook ka reaguar pas protestës së bërë nga banorët e fshatit Kratul në Postrip. Në faqen e Facebook të DRKK janë disa fotografi ku ndodhet Drejtoria Rajonale e Kulturës Majlinda Laçaj, e cila shihet duke parë nga afër kalan e Kratulit dhe të gjithë zonën arkeologjike. DRKK përmes reagimit në Facebook thotë se nuk është as pak e vërtet se firma italiane Il Progetto po shkatron fortifikimin e Kratulit. DRKK Shkodër sqaron opinionin publik pas publikimeve të bëra në media mbi shkatrimin e fortifikimit të Kratulit nga firma Il Progetto SHPK, gjë që nuk është as pak e vërtet, pasi DRKK Shkodër inspektoi gjendjen në sitin arkeologjik dhe deklaron me përgjegjësi të plot se nuk ka asnjë cënim të këtij fortifikimi dhe zonës së tij të mbrojtur, shkruan Drejtoria Rajonale e Kulturës në faqen e saj në Facebook. Mëtej, DRKK bën të ditur se cilat janë shqetësimet reale të banorëve të Kratulit, duke mohuar se ka lidhje me fortifikimin. Mendohet të jetë me një vjetërsi rreth 2700 vjeçare dhe se aty ka gjurmë të ilirëve, të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe provojnë identitetin kombëtar dhe të qenit autokton. Shqetësimet e vërteta të banorëve janë mos kalimi i makinerive me tonazh të rënd afër shtëpive të tyre, dotja akustike dhe mjedisore e territorit përreth, problematik që është jashtë jurisdiksionit dhe punës së DRKK Shkodër, vijon reagimi. Mëtej, Drejtoria e Kulturës bën të ditur se jo vetëm nuk cënohet pjesa arkeologjike, por thekson faktin se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë sepse fortifikimi i Kratulit është e shpallur zonë mbrojtur. Firma italiane nuk cënon sitin arkeologjik dhe zonën e tij të mbrojtur, e cila është e shpallur me vendimin numër 237 datë 23 qershor 2015 nga Ministria e Kulturës. Sqarojmë se investimi nga firma Il Progetto është larg sitit arkeologjik dhe larg zonës së mbrojtur, përfundon reagimin e saj Drejtoria Rajonale e Kulturës për kalane e Kratulit.